Do të jap 100 milion nëse e hap kasafortën. Milioneri qeshi duke e parë fëmijën zbathur. Ai nuk e dinte se po vinte bast me personin e gabuar dhe se do t'i humbiste të gjitha. Zëri I tij ashpër u dëgjua në hol, duke thirrur djalin që pastronte dyshemen me një leckë të vjetër e të konsumuar. Djali ngriti sytë e errët të përqendruar dhe u largua me shpejtësi, duke murmuritur një "më falni, zotëri", pothuajse të padëgjueshëm. Ai ishte vetëm 11 vjeç, por mbante mbi supe një barë që asnjë fëmijë nuk duhej ta mbante. Duart e tij të vogla, të çara nga uji dhe detergjentët, punonin pa pushim që në agim. Pantallonat e tij kishin arna të qepura me kujdes nga ema, e cila çdo natë përpiqej të ruante dinjitetin e djalit, pavarësisht varfërisë që I rrethonte. Pronari I kompanisë ishte një njeri I pushtetshëm, ndërtuesi një perandorie biznesi mbi teknologji dhe ambicie. Ai mbante orë që kushtonin sa një makinë e re dhe kostume të shtrenjta që vlenin sa paga mujore e punonjësve të tij. Për të, njerëz si djali ishin pjesë e mobilimit, duhej të ishin aty, por kur të dukshëm. Sekretarja e tij përpiqej ta qetësonte situatën duke mbrojtur djalin. Por ai e ndërpreu me përbuzje, duke thënë se nuk I interesonte historia e askujt, vetëm që puna të bëhej pa e pasur para syve. Ajo që ai nuk dinte ishte se djali nuk ishte punonjës I zakonshëm I kompanisë së pastrimit. Ai ishte fëmia I një gruaje që punonte aty prej vitesh. Ajo ishte e vetmja shtyllë e familjes, sepse bashkëshorti I saj kishte mbetur I paaft pas një aksidenti dhe tani mezi siguronte para për ilaçet e tij. Djali e shoqëronte të ëmën çdo mëngjes, sepse nuk kishte ku të shkonte. Shkolla kishte mbetur në plan të dytë, por ai nuk rrinte duar kryq. Ndihmonte në gjithçka, me një përkushtim që binte ndesh me moshën e tij. Një ditë, në zyrë mbërriti një paketë e madhe dhe e rëndë, e shoqëruar me masa të rrepta sigurie. Brenda saj ndodhej një kasafort portative me panel elektronik të sofistikuar. Dokumentet shpjegonin se brenda kishte letra me vlerë në shumën e 100 milion. Ishte një trashëgimi e çuditshme, me një kusht të pazakontë. Kasaforta hapej vetëm duke zgjidhur një seri enigmash matematikore dhe logjike. Çdo përpjekje për ta thyer do ta shkatëronte përmbajtjen. Pronari thiri menjëherë ekipin e tij të drejtuesve, burra me diploma prestigjioze dhe kostume të shtrenjta. Ata provuan gjithçka për orë të tëra, por pa sukses. Frustrimi u përhap në gjithë ndërtesën dhe lajmi për kasafortën u bë temë bisede. Djali, ndërkohë, pastronte korridorin pranë zyrës dhe kishte dëgjuar pjesë të bisedës. Kur pa panelin, diçka I u duke njohur. Para se të linte shkollën, ai kishte treguar talent të veçantë për matematikën. Numrat I flisnin. Kur pronari u kthye, I poshtëruar nga dështimi I ekipit të tij, vendosi të bënte një shpallje publike. Kushdo që do ta hapte kasafortën do të merrte një shpërblim të madh. Në një moment arrogance, ai e ktheu ofertën në një shfaqje talljeje, duke thënë se edhe po ta hapte fëmia, do t'i jepte të gjitha paratë. Zyrat shpërthyen në të qeshura. Nëna e djalit ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por djali I bëri shenjë se ishte në rregull. Ai e dinte diçka që të tjerët nuk e dinin. Ai pranoi sfidën. Me stalljeve dhe kamerave të telefonave, djali u afrua te kasaforta. Numrat në ekran vallëzonin. Ai dalloi menjëherë se ishin numra të thjeshtë, pastaj sekuenca Fibonacci, më pas katror perfekt. Lëvizjet e tij ishin të qeta dhe të sigurta. Tingujt e gabimit u zëvendësuan nga sinjale konfirmimi. Heshtja ra mbi dhomë. Edhe pronari filloi të dyshonte. Në fazën e fundit, enigma nuk ishte thjesht matematik, por logjik e pastër. Pyetja dukej e thjeshtë, por kishte një kurth. Djali buzëqeshi lehtë dhe dha përgjigjen e saktë. Kasaforta u hap. Brenda ishin vërtet 100 milion. Askush nuk fliste. Talljet u shuan. Pronari u zbe, duke u përpjekur të mohonte realitetin. Ai u përpoq ta quante gjithçka mashtrim apo fatëverbër, por dëshmitarët ishin aty dhe gjithçka ishte regjistruar. Djali nuk kërkoi asgjë me arrogancë. Ai vetëm tha se e kishte përmbushur marrëveshjen. Nëna e tij e përqafoi me lot krenarie. Pronari e kuptoi se fjala e dhënë publikisht nuk mund të tërhiqej pa shkatëruar reputacionin e tij. Ndërsa familja e vogël u kthye në shtëpinë e tyre modeste, interneti shpërtheu. Videot u shpërndan kudo. Miliona njerëz pan padrejtësinë dhe gjenialitetin e fëmijës. Komentet ishin të pamëshirshme ndaj arrogancës dhe mizorisë.
Njeriu i pushtetshëm kaloi një natë pa gjumë, duke parë se si imazhi i tij shembej. Në fund, ai u përball me një zgjedhje që vlente më shumë se paratë, të mbante fjalën ose të humbiste gjithçka tjetër. Ndërkohë, djali dhe familja e tij e dinin se, pavarësisht rezultatit, diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Inteligjenca dhe dinjiteti kishin dalë mbi varfërinë dhe përbuzjen, dhe e vërteta tashmë ishte në drilë. Nuk ishte më vetëm një problem reputacioni personal, ishte një krizë që mund të shkatëronte gjithçka që ishte ndërtuar. Ai thiri avokatin e tij, duke injoruar orën e vonë. Zëri në anën tjetër u përgjigj i lodhur, por serioz. Ishte emergjencë, videot ishin parë nga i gjithë vendi. Duhej një rrugë ligjore. Por e vërteta ishte e pamëshirshme, një premtim publik, i bërë para dëshmitarëve dhe i mbështetur nga prova video, kishte peshë. Një fëmijë kishte përmbushur saktësisht atë që i ishte kërkuar. Kutia ishte hapur. Premtimi ishte bërë për një shumë të madhe. Dëshmitar kishte. Prova kishte. Rekomandimi ishte i qartë, të paguaj, sepse kostoja e mospagesës do të ishte shumë më e madhe. Reputacioni vlente më shumë se paratë. Ai mbylli telefonin pa u përshëndetur. Në pasqyrimin e xhamit pa një njeri të shpërfytyruar nga lodhja, me sy të mposhtur. Telefoni dridhi sërish. Një mesazh nga motra e tij, fjala e së cilës i dhemte më shumë se çdo koment publik. Ajo i kujtoi nënën e tyre, një grua e thjeshtë që kishte pastruar shtëpi për t'i dhënë arsim. Krahasimi e goditi si rrufe. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai qau. Të nesërmen, qyteti u zgjua me tituj tronditës. Një fëmijë gjenial, i poshtëruar publikisht. Thirrje për drejtësi. Thirrje për bojkot. Në shkollën ku fëmia kishte studiuar dikur, një mësues pa videon dhe syt ju mbushën me lodh. Ai e njihte atë përqendrim, atë qetësi para numrave. E dinte që ishte i jashtëzakonshëm. Pse kishte lënë shkollën? Varfëri, aksident familjar, nevojë urgjente përpara. Mësuesi u kthye në zyrë me një ide të qartë dhe nisi të telefononte institucione arsimore. Nëse biznesmeni nuk do të bënte të drejtën, të tjerë do të hapnin dyrë. Ndërkohë, në selinë e kompanisë, atmosfera ishte e rëndë. Gazetarë kishin pushtuar hyrjen. Pyetje të ashpra, kamera kudo. Brenda, llogarit po binin. Klient po tërhiqeshin. Punonisit kishin frikë. Kriza nuk ishte më private, ishte korporative. Analizat tregonin humbje të mëdha nëse çështja nuk zgjidhej shpejt. Sindikatat flisnin për solidaritet. Pyetja ishte e thjeshtë dhe e pamëshirshme. A do të humbeshin 2 fish parat për të mos paguar gjysmën? Në anën tjetër të qytetit, në një apartament të vogël, familja e fëmijës përpiqej të mbante qetësinë. Gazetar prisnin jashtë, por dera nuk u hap. Fëmia nuk ishte spektakël. Telefonata vinin pa pushim, emisione, avokat, producent. Prindërit vendosën të mbanin gjërat të thjeshta. Premtimi duhej mbajtur ose jo. Gjithçka tjetër ishte zhurmë. Një trokitje e butë në derë solli mësuesin. Ai kishte lajme, oferta bursash, institucione të gatshme ta pranonin fëmijën, programe për nxënës të talentuar. Arsimi, mentorimi, burimet, gjithçka e mbuluar. Shpresa u ndes sërish. Fëmia buzëqeshi me një gëzim të vërtetë. Për herë të parë pas shumë kohësh, e ardhmja nuk dukej e mbyllur. Në mesditë, u thirr një mbledhje urgjente. Dorëheqje, kontrata të humbura, rrjete sociale kundër. Dikush propozoi zgjidhjen e vetme, të mbahej premtimi publikisht dhe me përulësi, duke e kthyer historinë në shpengim. Krenaria nuk vlente më. Një këshilltar i vjetër foli për rrënjët, për nënat që pastronin dysheme që fëmijët të studionin. Heshtja u trash. E vërteta ishte thënë. U vendos një takim privat larg kamerave në zyrën e një noteri të respektuar. Familja nuk fjeti atë natë. Dyshimi dhe shpresa përplaseshin. Fëmia u përgatit me rrobat më të mira që kishte. Prindërit i kujtuan se, çfarëdo që të ndodhte, vlera e tij nuk varej nga ai njeri. Takimi ishte i tensionuar. Përballë, një burr i raskapitur, pa maska. Fjalët e para ishin të drejtë për drejta, ishte bërë një padrejtësi. Një kërkim faljeje i sinqert u tha. Pyetja e fëmijës ishte e thjeshtë dhe e fortë. Pse u soll ashtu? Përgjigjja erdhi me dhimbje, harresë e rrënjëve, verbëri nga suksesi, njerëzit u panë si pengesë, jo si qenie me dinitet.
U hap një zarf i madh. Brenda, letra me vlerë, shumë e premtuar, pa kushte, pa hile. Lot ran. Por nuk mbaroi aty. U propozua edhe një fond arsimor i pavarur i administruar nga institucione për të garantuar arsimim të plot deri ku fëmia dëshironte. Gjithçka e regjistruar ligjërisht e pakthyeshme. Pyetja e fundit e fëmijës ishte e sinqertë, pendes e vërtet apo frikë? Përgjigjja ishte e ndershme, të dyja. Frikë nga pasojat dhe dhimbje e vërtet kur u pa pasqyra e së shkuarës. Fëmia pranoi faljen dhe paratë, sepse ishin premtuar dhe sepse i duheshin. Por vendosi një kufi moral, të mos harronte kur nga vinte punën e ndershme të prindërve, dinjitetin e saj. Fjalët e tij ranë si kambana. Burrit i rodhen lotët. U nënshkruan dokumentet. U vendosën vulat. Gjithçka u bë zyrtare. U ofrua edhe një punë reale për nënën, jashtë pastrimit, në mirëqenie të punonjësve, me trajnim të paguar. Ajo pranoi të mendonte, me kushtin që të bënte punën me ndershmëri. Kur gjithçka përfundoi, dielli po perëndonte. Jashtë, gazetarët prisnin. U dha një deklaratë e thjeshtë, drejtësia u bë, një mësim u mësua, rënjët u kujtuan. Fëmia tha se ishte i lumtur që premtimi u mbajt dhe shpresonte që të rriturit të mbanin fjalën e tyre. Atë natë, videot e pajtimit u përhapën më shumë se ato të poshtërimit. Komentet ndryshuan. Besimi u rikthye pak. Në një apartament të vogël, familja u ul rreth tryezës së vetme. Parat u ruajtën me kujdes, por mbi gjithçka u ruajt një mësim: suksesi i vërtet nuk matet me pasuri, por me mënyrën si trajtojmë njerëzit, veçanërisht ata që nuk kanë zë. I fshehur në vendin më të sigurt që njihnin, brenda dy shekut të shtratit të tyre. Çfarë do të bëjmë me gjithë këto para? Pyeti babai ende duke e përtypur realitetin. Së pari, do t'i shlyejmë të gjitha borxhet, tha nëna pa hezitim. Së dyti, do të gjejmë një vend më të mirë për të jetuar. Së treti, do të sigurohemi që djali të ketë gjithçka që i duhet për të studiuar. Dhe pastaj? Pyeti djali me një qetësi që vinte nga brenda. Pastaj do të jetojmë me dinjitet, pa harruar kur nga vim. Siç ishte premtuar, shtoi ai me një buzëqeshje të lehtë, pikërisht siç ishte premtuar. Në apartamentin e tij luksoz, biznesmeni shikonte dritat e qytetit, por këtë herë me ndjenja krejt të tjera. Ai kishte humbur një shumë të madhe parash, pothuajse kishte humbur kompaninë, ishte poshtëruar publikisht, por kishte fituar diçka që nuk e dinte se i mungonte, një shans të dytë për t'u bërë njeriu që e kishte rritur nëna e tij. Një njeri që respektonte punën e ndershme, që vlerësonte karakterin mbi paratë, që kuptonte se dinjiteti nuk blihet. Telefoni i ra. Ishte motra e tij nga jashtë vendit. I kishte parë video. Nëna jon do të ishte krenare. Ato pak fjalë peshonin më shumë se çdo pasuri. Historia kishte marrë një kthes që askush nuk e kishte parashikuar, por nuk kishte mbaruar. Ndikimi i vërtet i gjithçkaje sapo kishte filluar të shfaqej. Zgjimi i familjes ishte ndryshe. Për herë të parë pas vitesh, nëna u zgjua pa atë nyjen e përhershme në stomak, pa frikën e faturave të papaguara. Drita e diellit hynte nga dritarja e vogël, por gjithçka dukej më e ndritshme, sikur bota kishte ndryshuar ngjyrë. Babai rinte ulur në tryezën e kuzhinës me një filxhan kafeje, duke shfletuar dokumentet zyrtare pa pushim, si për t'u bindur se gjithçka ishte reale. Nuk kam fjetur, tha ai me zë të ulët. Po mendoja për gjithçka që mund të bëjmë tani. Operacionin e këmbës, një shtëpi ku djali të ketë dhomën e tij, ilaçe pa pasur nevojë të zgjedhim cilën sëmundje të trajtojmë këtë muaj. Do t'i bëjmë të gjitha, por me mençuri, tha nëna duke ja shtrënguar dorën. Ajo që më emocionon më shumë, shtoi ai, është se djali do të ketë mundësitë që ne kur nuk i patëm. Do të studioj, do ta zhvilloj atë talent të jashtëzakonshëm. Ai tashmë është dikush i madh, e korrigjoi nëna me butësi. Ai i mësoi një milioneri çfarë do të thotë dinjitet. Kjo vlen më shumë se çdo diplom. Djalli doli nga dhoma me pijame, me flokë të çrregullt nga gjumi. A ka ndodhur vërtet gjithçka? Pyeti ende i hutuar. Nëna hapi krahët dhe ai u hodh në përqafimin e tyre. Të tre u përqafuan në kuzhinën e vogël, duke lënë lotët e lehtësimit dhe gëzimit të rridhnin lirshëm. Po, ka ndodhur, i përshpëriti nëna. Dhe tani gjithçka do të ndryshojë. Javët që pasuan sollën ndryshime të dukshme. Familja u shpërngul në një apartament modest, por dinjitoz, në një lagje të sigurt.
Nuk ishte pallat, por kishte dhoma të mjaftueshme, ujë të ngrohtë të qëndrueshëm dhe një këmbë të vogël ku djali mund të studionte i qetë. Ditën e zhvendosjes, ai vraponte nga një dhomë në tjetrën, i mahnitur që kishte hapësirën e tij. Nëna kishte vendosur një tavolinë të thjeshtë druri dhe një llampë studimi. Babai ju nënshtrua operacionit që kishte shtyrë prej vitesh. Procedura ishte e suksesshme dhe, edhe pse kërkonte rehabilitim, mjekët garantuan se do të ecte pa mbështetje. Herën e parë që hodhi hapat pa bastun, të treqanin nga gëzimi. Nëna pranoi një punë të re në kompani, por vetëm pasi vendosi kushte të qarta. Nuk dua trajtim të veçantë. Dua të punoj vërtet, të mësoj dhe të fitoj respekt. Dhe kjo u respektua. Dita e parë ishte frikësuese, por ajo erdhi herët me një veshje të thjeshtë e profesionale. U prit si kolege, jo si pastruese. Projekti që ju besua ishte krijimi i një programi mirëqenieje për punonjësit e nivelit bazë, orare më të mira, kujdes shëndetësor, trajnime. Zëri i saj u dëgjua dhe u vlerësua, jo nga bamirësia, por nga përvoja reale. Djali hyri në programin për nxënës të talentuar. Ditët e para ishin të vështira. Shokët vinin nga familje të pasura, flisnin për libra e udhëtime që ai nuk i kishte parë kurrë. Nuk i përkas këtu, i tha një natë nënës me lodh zhgënjimi. Ajo ul pranë tij dhe i kujtoi se kishte hapur një kasafort që të rriturit nuk kishin mundur. I kujtoi se përvojat e tij nuk ishin inferiore, por unike. Mësuesit e mbështetën vazhdimisht. Me kohë, ai gjeti vendin e tij. Ai shpjegonte matematikën me shembuj nga jeta reale, sillte këndvështrime sociale që të tjerët nuk i kishin. Inteligjenca e tij emocionale u bë po aq e dukshme sa ajo matematike. Ndërkohë, biznesmeni përjetoi transformimin e tij. Ai rishikoi praktikat e kompanisë, ngriti paga, përmirësoi kushtet. Vendimet e tij nxitën një debat më të gjerë shoqëror mbi dinjitetin në punë. Ai foli në konferenca, duke pranuar gabimet dhe duke theksuar se çdo numër përfaqëson një njeri. Disa e kritikuan, të tjerë e falenderuan, por ndikimi ishte i pamohueshëm. Një ditë, djali u kthye në zyrë me një projekt shkollor, një analizë e thellë mbi shpërndarjen e burimeve në kompani. Modelet matematike tregonin se investimi në trajnim rrit produktivitetin. Analiza ishte e saktë dhe e thellë. Biznesmeni e lexoi i mahnitur. A mund ta ndaj këtë me ekipin tim? Pyeti. Djali buzëqeshi. Pse jo? Në një bisedë të sinqertë, djali shpjegoi se falja nuk do të thotë të harrosh, por të mos lejojsh që hidhërimi të helmojë. Biznesmeni u ndje mirënjohës për shansin e dytë. Muajt kaluan dhe ndikimi u përhap në komunitet. Programet e mirëqenies u bën model. Aplikimet për punë u rritën. Djali u bë mentor për nxënës të tjerë, duke u thënë se inteligjenca nuk lidhet me prejardhjen, por me dëshirën për të mësuar. Në një ceremoni shkollore, ai mbajti një fjalim që preku të gjithë. Ai foli për dinjitetin, për prindërit që punojnë fort, për vlerën që vjen nga brenda. Salla shpërtheu në duartrokitje të sinqerta. Më vonë, u krijua një fondacion për fëmijë me talent dhe pa burime. Qëllimi ishte i qartë, askush të mos pres poshtërimin për të pasur një shans. Djali u ftua të ishte fytyra e fondacionit, një zë për fëmijët që ndiheshin të padukshëm. Ai pranoi, duke ditur se përgjegjësia ishte e madhe, por e nevojshme. Në përvjetorin e asaj dite, djali mbajti një fjalim të fundit. Ai tha se kishte menduar se po hapte një kasafort, por në të vërtetë po hapte një bisedë për dinjitetin dhe respektin. Thesari i vërtet nuk ishin parat, por mundësitë, arsimi, siguria e familjes dhe fuqia për të ndihmuar të tjerët. Ai u drejtua fëmijëve që ndiheshin të vegjël dhe u tha se vlera e tyre nuk përcaktohet nga të tjerët. U drejtua të rriturve dhe u kërkoi të mos nënvlerësonin askën. Lotët rridhnin në sallë. Biznesmeni qante hapur, i mbushur me mirënjohje. Në shtëpi, prindërit u përqafuan, krenar për rrugën e pamundur që i kishte sjellë deri aty. Dhe në shtëpi të panumërta, prindër që punonin në punë të thjeshta i përqafuan fëmijët e tyre më fort. Fëmijë që ndiheshin të padukshëm filluan të besonin se edhe ata kishin vlerë. Sepse nëse një fëmijë me rroba të arnuara mund të ndryshonte zemra, mendje dhe jetë, atëherë gjithçka ishte e mundur. Kasaforta ishte vetëm fillimi. Thesari i vërtet ishte ndryshimi që lindi në njerëz dhe që vazhdoi të rritej.